Përshëndetje, ju ftoj të dëgjoni një histori interesante, historinë e korbit dhe të harabelit. Le të fillojmë pa humbur kohë. Ishte një ditë vjeshte. Pa pritur, një erë e fortë shpërtheu, rejt filluan të mbulonin qiellin, ndërsa gjethet filluan të fluturojnë si të çmendura si në një vallëzim të egër. Në mes të kësaj stuhie, një korb po fluturonte mbi fushë. Befas, një deg e thyer nga një pemë përballë, përplaset mbi të. Ai fillon të klith me një zë të mbytur. Asnjë nuk po e dëgjonte. Korbi ra përdhe. Korbi ynë po ndjente dhimbje në trup. Nuk e pranonte dot realitetin. Një hu të ngulur në trupin e tij. Tentoi të grihej lart dhe ra përsëri poshtë. Përsëri tentoi dhe përsëri ra poshtë. Më në fund, u lëriti. Të lutem, ka njëri të më ndihmojë këtu? Aty pranë kalon një tjetër korb. Ah, qenë ke ti që na mburreshe ne, që fluturoje më lart se ne. Aty të rish tani, kërkon dhe ndihmë. Kështu tha dhe u largua. Pasti, një kanarin fluturon, madje dhe një thellës. Të gjithë shtangin shikimin. Disa vështrime të ftohta, të shkurtra, plot për çmim dhe indiferencë. Korbi po ndihej dëshpëruar, i vetëm, i uritur dhe i plagosur. Pak nga pak filloi të humbte shpresën. Ndërsa shpresa po i venite çdo sekondë që kalonte, pa pritur nga një kaçube aty pranë, dëgjoi një zë të butë, delikat. Ishte një harabel. Një harabel i vogël, ngjyrë kafe, i cili u afrua dhe i tha: "Do të ndihmoj unë, nëse nuk e injoron forcën time të vogël." Sigurisht që korbi e mirëpriti. Ai u afrua pranë korbit, i dha pak rrush të thatë, në sqep më pas i solli një pikë ujë, i bëri një streh me gjethe të thata dhe kështu ndërtoi folen pranë rrënjeve të pemës ku ra korbi. "Pse e bën këtë?" e pyeti korbi i habitur. "Sepse je gjallë dhe nëse do të isha unë në vendin tënd, do të duaj që dikush të mos më shkelte." Ditët kalonin. Në fillim korbi s'mund të lëvizte fare, por harabeli i vogël nuk e la kurrë veten. Ndante çdo thërrime, i tregonte histori nga pylli e ngrohte në netët e ftohta. Dhe kur korbi më në fund arriti të hap krahët sërish, mendimi i parë nuk ishte për veten, po për mikun e vogël që kishte bërë diçka që askush tjetër nuk e bëri, madje as korbat e tjerë. Erdhi pranvera. Pylli u mbush plot dritë, jetë dhe këngë, por një ditë teksa harabeli po mblidhte fara në një shkurre, një shqiponjë fluturon nga askundi dhe vjen pranë harabelit. Harabeli nuk pati kohë, filloi të shokohej, nuk mund të lëshonte asnjë të cërim. Befas nga qielli një siluetë e zezë ra si rrufe. Korbi tani ishte i fortë dhe i madhërisëm. Lëshoi një britm dhe përplasi krahët me një fuqi që tunte ajrin. Ai u përplas me shqiponjën dhe e doboi, duke mbrojtur mikun e tij të vogël. Harabeli cicëroi me zë të dridhur. "Më shpëtove." Korbi u afrua butësisht dhe i tha: "Jo, ti më shpëtove mua i pari. Tani e di që dashamirësia nuk matet me madhësinë e krave, dhe zemra mund të jetë gjigande edhe në kraharorin më të vogël. Mos e nënvlerëso kurrë atë që të duket më i vogël ose më i dobët se ti, sepse ndonjëherë pikërisht ai që ti e ke quajtur i parëndësishëm bëhet mbështetja jote më e madhe. Dhe mirësia e dhënë pa pritur asgjë në këmbim, gjithmonë kthehet. Jo kur e kërkon, po kur ta do më shumë zemra." Të nderuar miq, mirësia kthehet. Kjo është një histori për shpirtin.
Nëse ju ka pëlqyer dhe mesazhi që përmban, ju lutem bëni share me miqtë tuaj. Duke ju falendëruar për kohën tuaj, ju themi se video të tjera më të bukura në vazhdim janë përgatitur për ju. Na ndiqni!